Keni shikim të dobët, lodhje dhe harroni shpejt. Të gjitha këto vinë si pasojë e mungesës së kësaj vitamine. Lodhja kronike dhe mungesa e forcës janë vetëm disa nga shenjat që përfaqësojnë mungesën e vitaminës B në trupin tuaj. Mungesa e vitaminës B jep shenja të caktuara të cilat mund të ndodhin në formën e lodhjes së fortë ose aftësive të zvogëluara të shikimit. Lodhja është një shenjë e parë e mungesës së vitaminës B pasi trupi juaj mbështetet në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, të cilat sjellin oksigjenin në organet tuaja. Pa oksigjen të mjaftueshëm në qelizat tuaja, ju do të ndjeni të lodhur, pavarësisht se sa gjatë do të flini. Nëse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm nga qelizat e kuqe të gjakut, muskujt tuaj do të jenë më të dobët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe nuk do të keni forcë të mjaftueshme as për aktivitetet ditore të tilla si mbajtja e një qese të rënd normalisht nga supermarketi. Kujtesa juaj bllokohet më shpesh. Kjo është që ka të ngjarë të mos jetë shfaqje demencës së hershme, por niveli i ulët i vitaminës B. Kur një test gjaku zbulon mungesën e vitaminës B, me shtesën e dur dietike, shenjat fillojnë të largohen. Mungesa e vitaminës B gjithashtu ndikon në gjendjen tuaj shpirtërore, e cila shpesh çon në depresion dhe në rritje të madhe të ankthit në trup. Vitamina B luan një rol jetësor në ruajtjen e shëndetit dhe të mirëqenies. Kompleksi i vitaminës B mund të ndihmojë në parandalimin e infeksioneve dhe të ndihmojë në mbështetjen ose promovimin e shëndetit mendor. Lodhjet kronike dhe mungesa e forcës janë vetëm disa nga shenjat që përfaqësojnë mungesën e vitaminës B. Mungesa e vitaminës B jep shenja të caktuara të cilat mund të ndodhin në formën e lodhjes së fortë ose aftësive për të zvogëluar shikimin. Lodhja është një nga shenjat e para të mungesës së vitaminës B, pasi trupi juaj mbështetet në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, të cilat sillin oksigjen në organet tuaja. Nëse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm nga qelizat e kuqe të gjakut, muskujt tuaj do të jenë më të dobët dhe nuk do të keni forcë të mjaftueshme as për aktivitetet ditore fizike të tilla si mbajtja e një qese të rënd ose edhe detyrat e përditshme. Është e rëndësishme që nëse keni mungesa të theksuara të këtyre vitaminave të drejtoheni mjekut specialist. Një burim çuditërisht i zakonshëm i simptomave të humbjes së kujtesës është mungesa e vitaminës B12. Marrja e vitaminës B12 është e nevojshme për shumë funksione të shëndetit të trurit, si dhe mbajtjen e shëndetshme të mbështjelljes së paprekur të mjelinës, mbulesa mbrojtëse rreth nervave. Lodhja kronike dhe mungesa e forcës janë vetëm disa nga shenjat që përfaqësojnë mungesën e vitaminës B. Mungesa e vitaminës B jep shenja të caktuara të cilat mund të ndodhin në formën e lodhjes së fortë ose aftësinë e zvogëluar të shikimit. Citon Memory Health. Simptomat e mungesës së vitaminës B12 do të përfshijnë humbje të kujtesës dhe simptoma të demencës, mpirje ose ndjesi shpimi me gjelpëra në krah dhe në këmbë, vështirësi në ekuilibër dhe ecje, ndryshimet e humorit, veçanërisht depresion. Disa nga këto shenja mund të ndodhin edhe me rezultate të ulta normale të testit të gjakut të vitaminës B12. Gjithashtu, shumë të moshuar kanë një aftësi të dëmtuar për të absorbuar vitaminën B12 nga burimet dietike. Përveç burimeve dietike si qumshti, djathi, kosi, vezët, molusja dhe peshku, marrja e vitaminës B12 mund të rritet me suplemente orale. Gjithashtu, mungesa e vitaminës B1 mund të jetë e rrezikshme për trupin tuaj. Me futjen e drithrave dhe drithrave të fortifikuar me vitaminën B1 gjatë dekadave të fundit, rastet e mungesës së vitaminës B1 kanë rënë ndjeshëm. Aktualisht, shkaqet më të zakonshme të mungesës së vitaminës B1 janë përdorimi i tepërt i alkoolit kronik ose edhe anoreksia. Njerëzit me sëmundjen e Crohnit dhe individët në dializën e veshkave gjithashtu janë më të rrezikuar nga mungesa e vitaminës B1. Sindroma Wernicke-Kraskoff është rezultat tipik i mungesës së vitaminës B1 të shkaktuar nga alkooli. Simptoma përfshin humbje të kujtesës, dëmtime të funksioneve të refleksit motorik, konfuzione dhe halucinacione. Tepria me infuzionin mund të zvogëlojë simptomat, por humbja e kujtesës tenton të mbetet një sindrom e kësaj shqetësimi. Prandaj është e rëndësishme që të tregoheni të vëmendshëm dhe të konsultoheni me mjekun tuaj sa herë që shikoni ndryshime që nuk i keni pasur më parë.
Siç edhe mund ta dini, vitamina B në fakt është një kompleks i vitaminave, një grup prej 8 vitaminash të cilat janë të domosdoshme për trupin e njeriut. Ato ndikojnë në sistemin nervor, në hormone, në sistemin imunitar, ndihmojnë në ndërtimin e qelizave të mira të trupit dhe një sër elementesh të tjerë për shëndetin. Mund jeni mësuar të shikoni ato suplemente të ndryshme, por këto vitamina mund të merren gjithashtu nëpërmjet ushqimeve në mënyrë natyrale. Sipas Brightside, në këtë video do të rëndisim disa nga ushqimet e pasur me vitaminën B, në mënyrë që të përfitoni sa më shumë prej tyre. Ushqimet e pasura me vitaminën B kompleks. Pra, cila është mënyra më e mirë për të marrë vitaminën B përmes ushqimit? Mishi është shumë i pasur me vitaminën B, por nëse nuk jeni adhurues të mëlçive ose të qepëve, mund të zgjidhni edhe ushqime të tjera të cilat janë dietike. Vitamina B1, tiamina. Mund ta gjeni tiaminën te drithrat, mishi ose peshku, si dhe buka e pasur me drithra. Vitamina B2, riboflavin. Për të marrë më shumë B2, konsumohet vezë, mishpat, dhjam, produkte të qumshtit si kosi dhe bollguri. Vitamina B3, e njohur ndryshe si niacina. Përveç se të brëndshmeve të kafshëve, mund të provoni të konsumoni panxar, salmon, ton, peshk, kikirik, fara dhe lule diellit. Vitamina B5, acidi pantotenik. Mund të merren nëpërmjet mjaftueshëm konsumit të frutave, perimeve shumëngjyrëshe. Acidet pantotenike gjenden më shumë te perimet si patatet të ëmbla, kërpullat, brokoli, fasule dhe bishtajat. Një alternativë tjetër do të ishte të konsumonit arrat, peshkun, midjen, qumshtin dhe vezët. Vitamina B6. Zgjidhni tonin, salmonin, pulën, qiqrën, zazavatet me gjethe të errëta, bananet, portokallin dhe pieprin. Ngrënia e këtyre ushqimeve është mënyra më e mirë për të mbajtur nivelet e B6-s të lartë. Vitamina B7, biotina. Mishi i kuq, vezët, guackat e detit, farat, arrat, salmoni, avokadot, krundet e grurit janë burimet më të mira të kësaj vitamine. Vitamina B9 ose folati. Mbusheni pjatën tuaj me shumë fasule, bizele, thjerza, panxar, avokado dhe perime me gjethe jeshile si spinaq, lakra jeshile dhe rukola. Vitamina B12. B12 është vitamina B e cila gjendet pothuajse në mënyrë ekskluzive në produkte shtatëzore si peshku, mishi, shpendët, vezët dhe qumshti. Marrja adekuate e këtyre vitaminave aq sa trupi ka të nevojshme do të jetë thelbësore për aktivitetet tuaja ditore. Vitamina B është thelbësore për shëndetin tonë, pasi ndihmon në funksionin e metabolizmit. Në të bëjnë pjesë grupi vitaminave B1, B2, B5, B6 dhe B12, të cilat garantojnë energjinë e duhur, favorizojnë në sistemin nervor dhe mëlçin. Jo vetëm kaq, por kjo vitamin komplekse mund të ndihmojë edhe për të humbur peshë më lehtë, pasi lehtëson aparatin tretës dhe zorën në trash duke përmirësuar tretjen. Mungesa e vitaminës B ka simptoma të qarta, ku shfaqet e shoqëruar me lodhje, gjithashtu dhimbje muskulare dhe mungesë oreksi. Për të zgjidhur këtë problem, mjafton që të përmirësoni regjimin ushqimor duke futur në dietën e përditshme ushqimet që përmbajnë më shumë vitaminë B. Në këtë video do të listojmë disa prej tyre sipas Healthline. Vezët përmbajnë të gjitha llojet e vitaminës të grupit B dhe luajnë një rol të rëndësishëm në metabolizimin e yndyrnave, proteinave dhe karbohidrateve. Qumshti. Njësoj si vezët, qumshti përmban të gjitha vitaminat e grupit B, në mënyrë të veçantë B12, e cila favorizon krijimin e rruzave të kuqe të gjakut. Fruta dhe fata. Bajamet, arra, lethit janë të pasur me vitaminën B12, një substancë domosdoshme për lëkurën, lufton lodhjen dhe problemet me tretjen. Peshku. Pothuajse të gjithë peshqit janë të pasur me vitaminën B6. Bëhet fjala për vitamina e cila përmirëson prodhimin e serotoninës, një hormon i rëndësishëm për përmirësimin e humorit. Lule lakra, brokoli dhe spinaqi. Të gjitha llojet e jeshilliqeve janë të pasura me vitaminën B1, e cila ndihmon gjithashtu në sistemin nervor duke favorizuar përqendrimin. Bishtajat. Të gjitha llojet e bishtajave, por në veçanti bizelet, përmbajnë vitaminën B9. Kjo vitaminë është e njohur si acidi folik që luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e fetusit gjatë shtatzanisë tek femrat. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.